Kam pasur shumë raste, më kanë shkruar demokratë mirë, madje një zonjë nderuar që është në emigracion, më kishte shkruar paçi faqen e zezë me këtë që bët. Dhe e sinqert kjo që themu, zonjë demokratë, unë nuk e njihja fare, po mu drejtua mua, do me thëmë dhe unë i ktheva një përgjigje në inbox, i thash zonjë nderuar, faqen e kemi të bardhë, dhe po të bëj një spjegim, dhe i kanë bërë të spjegim që po ju bëj juve këtu. Ndjes, tha, pastaj, po duhet na i thoni këto, tha, që ne të marrin vesh se ne na i shesin, tha, sikur ju, tha, e keni firmosur, e keni bërë. Ndoshta pati një paqartësi, ose ndoshta jo një shpjegim. Këtu më lejoni të ndaloj pak. Patjetër që grupi parlamentari i Partisë Demokratike ka probleme në mënyrën se si drejtohet, në mënyrën se si menaxhohet. Dhe kjo sjell, tani mos të vëm emra se nuk më pëlqen që të vëm emra. Gjithmonë i kujdesshëm. Si drejtohet dhe si organizohet por që pati një organizim. Po patjetër, si shpesh herë, se ndoshta duke pas parasysh se kë kemi përballë një parti dhe një band do të quaja që ka zënë pushtetin dhe asnjëherë nuk i ka qëndruar asnjë marrëveshje, asnjëherë nuk i ka qëndruar asnjë konsensusi.